kanë hap vitin e kaluar shtyllën në Borthemin aty, banderi është krejt i rrëzum, unë që e mirë mbaj, do më thonë që i qes diçka mos më ra. A ka rrezik nga Po, ai qysh ka bander rrezik? se pas ke në bora mundot me ta prej kështu? Po qysh s'ka rrezik, tjetri bander më ka ra, ma ka kallë serën para 5-6 viteve. A ka marrë dikush përsi për këtë rast ose? Unë i kom qitë po kom bo ankesa, edhe i kom qitë edhe në gjykat. Edhe në gjykat? Edhe në gjykat, veç atë farë lastikun me ka pagu gjykat keku o fjalla, se nuk kom mujt me morë diçka, do më thonë do më shpërblim, është gropa e hapë në aty që e ka hapë keku, para 1 vitit, sakt. Aty 2 metra kusura gropa e hapë në qashtu, aty mundet më ra në i thmi, mundet më ra në i qenë, në i mac, në i diçka kështu i lion, jo s'ka bandera, jo tjetëri thot, jo du të më thirë në Prishtina, du të më në i jep lejen, urnat, nuk di, na jemi shumë në gjendje tron.